Le të marrim pak kohë për të studiuar fjalën e Perëndisë me predikimin e titulluar E ardhmja e qiellit dhe e ardhmja e botës. Pati një takim të veçantë ku u mblodhen udhëheqësit më me ndikim të botës. Një nga temat për të cilat ata folën më shumë atje ishte e ardhmja. Çfarë do t'i ndodhë kësaj bote në të ardhmen? Sa larg do të përparojë teknologjia në të ardhmen? Si do të ndryshojë jeta jonë në të ardhmen? Në këtë mënyrë, ata diskutuan për të ardhmen. Pasi dëgjova këtë, mendova, si do të jetë e ardhmja jonë? Të gjithë, a nuk jeni kurioz? Edhe në jetën tonë të përditshme, nëse krahasojmë jetën sot me jetën 10 vjet më parë, shumë gjëra kanë ndryshuar. Profesionet që dikur ishin shumë të njohura në të kaluarën tani konsiderohen më pak të rëndësishme. Ndërsa inteligjenca artificiale, teknologjia revolucionare, vazhdon të hyjë në jetën njerëzore, e ardhmja e njerëzimit në mënyrë të pashmangshme bëhet gjithnjë më e kufizuar. Në ditët e sotme, kur shkon në spital, cila kirurgji mendon se është më e kushtueshme? Kirurgjia e kryer nga një njeri apo kirurgjia e kryer nga inteligjenca artificiale apo një makinë? Kirurgjia nga makinat është shumë më e saktë dhe me shkallë gabimesh shumë më të ulët. Kirurgjia me ja njihet si një metodë shumë premtuese në fushën mjekësore. Megjithatë, ende nuk është pranuar gjerësisht. Njerëzit tashmë kanë filluar të mbeten prapa në atë fushë. Një inteligjencë artificiale ka luajtur një lojë go kundër një njeriu më parë, apo jo? U raportua gjerësisht në lajme në të gjithë botën. Supozohej se njeriu do të fitonte, por ata humbën çdo lojë përveç njërës. Që atëherë, ja është integruar thellësisht në jetën tonë. Ja tani po bën të gjithë punën e kodimit dhe teknike që bënin dikur ekspertët e kompjuterave. Dhe si rezultat, vende si Silicon Valley në Eshabea dhe vende të tjera po pushojnë nga puna njerëz në ato fusha. Thënë thjesht, si ndikojnë makinat të njerëzit në lidhje me të gjithë punën që ne kryenim më parë? Ata tani po zëvendësojnë gjithçka. Ata tregojnë vazhdimisht këtë të ardhme. Prandaj, mendoj se duhet të reflektojmë vërtet mbi arsyen pse Zoti thotë, mos u lidhni kaq shumë me gjërat e tokës. Profesionistët mjekësor tashmë kanë filluar të mbeten prapa në spitale. Po njerëzit në ushtri? Në të kaluarën, numri i ushtarëve që kishte një vend shpesh përdorej si tregues për të përcaktuar superioritetin e ushtrisë së të gjitha vendeve. Megjithatë, tani, a nuk po shohim qenë robotik dhe shumë robot të tjerë që zëvendësojnë njerëzit në fushat ku ne dështojmë? Nuk jam këtu për të mbajtur një leksion rreth inteligjencës artificiale sot. Megjithatë, ndërsa shoh të ardhmen e njerëzimit, më vjen të pyes veten. Sa kohë ka mbetur deri në epokën kur njerëzimi nuk do të jetë më i nevojshëm në këtë tokë? Të moshuarit nuk jetojnë me fëmijët e tyre sepse nuk duan t'u bëhen barë. Numri i të moshuarve që jetojnë vetëm po rritet çdo vit. Do të ishte mirë nëse fëmijët e tyre do t'i vizitonin shpesh për t'u kujdesur për ta, por vetë fëmijët po hasin vështirësi dhe nuk mund t'i vizitojnë shpesh. Si rezultat, qeveria dërgon ndihmës, por kjo tani po ndryshon, apo jo?
Edhe në vendet fqinje si Japonia, gjithçka po zëvendësohet nga robotët. Të moshuarit bisedojnë me robotët. Të gjithëve, nëse e aktivizoni ja dhe u thoni, më trego një histori interesante, nuk do t'u vinte keq. 10 herë nga 10 do t'ju tregoj një histori. Megjithatë, nëse i kërkoni dikujt t'ju tregoj diçka interesante, ai mund të thotë, pse po më shqetëson? Ata e bezdisin dhe se pëlqejnë. Shoqëria ecën drejt kësaj të ardhmeje. Edhe ushtarët në ushtri po zëvendësohen me robot. Qenjet njerëzore nuk janë të nevojshme. Ja po kryen edhe operacione në spitale. Njerëzit nuk janë aq të nevojshëm. Montimi i makinave mezi kërkon punëtor njerëzor. Punëtorët njerëzor protestojnë. Ata kërkojnë paga më të larta. Ata kërkojnë më shumë ditë pushimi. Ata kanë shumë kërkesa. Por sa po blihet një makinë, ajo punon pa u lodhur, 24 orë në ditë, 365 ditë në vit. Pra, çfarë mendojnë pronarët e bizneseve? A do të punësojnë punëtor njerëzor, apo do të mbështeten në IA ose makinat robotike? Shoqëria po shkon gradualisht në këtë drejtim. Disa mund të mendojnë, atëherë, a nuk do të jenë në gjendje njerëzit të jetojnë rehat me qenë se nuk kanë nevojë të punojnë? Kjo nuk është e vërtetë, sepse njerëzit do të humbasin punën. Ndërsa kemi hyrë në epokën e IA, shpesh dëgjojmë njerëz të thonë, koha e artë e njerëzimit, koha e mbetur për të jetuar në këtë tokë, po mbaron. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që po të them të jetosh një jetë pesimiste. Atëherë, cilët janë njerëzit më të lumtur që jetojnë në këtë tokë sot? Çfarë lloj jete po jetojnë ata? Njëherë i kërkova jas, krijoni një animacion sagë të Jerusalemit të ri, 4 orë i përsosur, që zbret ngadalë nga qielli. Dhe u deshën më pak se 5 minuta për ta bërë. I pyeta njerëzit që punojnë në fushën e grafikës kompjuterike. Sa kohë do të duhej për të bërë diçka të tillë pa përdorur inteligjencën artificiale? Dhe ata thanë, do të duheshin të paktën disa javë. Ajo që jas i merr 5 minuta, një njeriu mund t'i marrë javë për ta përfunduar. I kërkova gjithashtu ja të shkruante. I kërkova jas të shkruante një poezi për sakrificën e një nëne dhe ishte aq prekse sa shpërtheva në lodh. Meqense se më pëlqen poezia, kam lexuar shumë poezi për nëna. Megjithatë, nuk kam lexuar kur një poezi kaq prekse. Kështu, nëse i kërkoj jas të shkruajë një poezi, ajo krijon një në më pak se një sekondë. Nëse i kërkoj jas, planifikoj të marr pjesë në një aktivitet në fund të vitit. Ju lutem shkruani një fjalim për mua. Ajo prodhon menjëherë një, dhe është shumë më i mirë se ai që shkruaj pas ditësh mendimi. Pra, kush do të punsonte një njeri? Shkruan mirë poezi. Është jashtëzakonisht i mirë në shkrimin e teksteve dhe kompozimin e muzikës. Të gjithë, ne po jetojmë në një epokë të tillë. Më bën të mendoj, njerëzit që i përdorin këto gjëra tani jetojnë në një botë të re. Prandaj, pyes veten se sa do të zgjas kjo kohë e artë e njerëzimit. Disa thon 10 vjet, disa thon 20 vjet, por shumicës së diskutimeve rreth njerëzimit u mungon një përfundim i qartë. Megjithatë, sa do e përparuar të bëhet IA, a mund ta përshkruaj ajo mbretërinë e qiejve? A mund ta zëvendësoj ajo atë që është në mbretërinë e qiejve? Gjërat e tokës mund të zëvendësohen nga IA, por gjërat e qiellit nuk do të zëvendësohen kurrë. Kjo është arsyeja pse njerëzit më të mençur janë ata që po përgatiten për mbretërinë e qiejve dhe përpiqen drejt saj. Supozoni se një person ka studiuar anglisht për 10 vjet, por a e dini se çfarë po ndodh?
Nëse i thoni telefonit tuaj inteligjent sa kushton, ai përgjigjet menjëherë me përkthimin e saktë në anglisht. Ti studiove anglisht me zell dhe më në fund mësove shprehjen në anglisht how much is it? Por kur i pyet janë, ajo përkthehet menjëherë në çdo gjuhë. A përkthehet vetëm në anglisht? Përkthehet edhe në spanjisht. Përkthehet edhe në portugalisht. Po jetojmë në një epokë ku dhjetëra gjuhë mund të përkthehen menjëherë. Pra, çfarë do të ndodhë me akademitë e gjuhës angleze? Do të mbyllen gradualisht. A nuk po pengohet dhe kufizohet gjithnjë e më shumë e ardhmja e njerëzimit në çdo mënyrë? Në të ardhmen mund të mos ketë nevojë për mësues, profesor apo edhe shkolla. Ky nuk është mendimi im, përkundrazi, kështu e sheh bota sot të ardhmen e komunitetit ton global. Kjo ndodh sepse nëse pyetja, ajo ofron 10 deri në 100 herë më shumë informacion të detajuar se sa shkolla. Nëse e pyet janë, çfarë është betejë e Trafalgarit, ajo do të japë menjëherë një përgjigje. Kur kërkoni, më trego për heroin Admiral Wilsonin, ajo do t'ju ofrojë gjithçka në një çast, që nga viti i lindjes së tij deri te arritjet e tij dhe madje edhe ngjarjet gjatë mbretërimit të mbretit Seonjo. A do të kërkojnë ende nxënësit mësues? Kjo është e ardhmja e kësaj toke. Megjithatë, çfarë do të ndodhë me të ardhmen tonë ndërsa ecim drejt mbretërisë së qiejve? Në ditët e sotme, njerëzit kanë lloj-lloj punësh që duken joshëse, por janë të destinuar të humbasin gjithçka për shkak të sistemit të quajtur IA. Po ne, sa i përket të ardhmes son, kur shqyrtojmë Biblën, mund të shohim se Perëndia me të vërtetë përgatiti të gjitha llojet e gjërave për fëmijët e tij të dashur. Mund të kuptojmë, Perëndia ynë e sheh fundin që nga fillimi. Babai dhe nëna na i dhanë këto mësime për t'i udhëhequr fëmijët e tyre drejt një bote shumë më të lumtur. Të gjithë nuk duhet ta konsiderojmë këtë thjesht si një fenomen shoqëror, por të mendojmë, kjo është e ardhmja e njerëzve që jetojnë në këtë tokë. Atëherë, si do të jetë e ardhmja e atyre që jetojnë me sy drejt mbretërisë së qiejve? Duhet ta mendojmë me kujdes këtë. Pse i lejoi Perëndia izraelitët të kalonin nëpër shumë vështirësi në shkretë të tirë? Ishte për t'i bekuar. A nuk është kjo shkruar në Bibël? Meqense se Perëndia i ka bërë jetët tona sot me qëllim që ta bëjë të ardhmen ton edhe më të lumtur dhe të na çojë drejt lavdisë së përjetshme, unë kërkoj me ngulm që të gjithë ne, si anëtar të familjes qiellore, të mos shohim vetëm të tashmen, por të ecim me zell me një mendësi që shikon drejt së ardhmes. Le të shohim librin e Isaias, kapitullin e 46, vargun e 10. Në librin e Isaias, kapitulli i 46, vargu i 10, Perëndia thotë, që shpall fundin që në fillim. Ai e ka bërë të ditur fundin që nga fillimi, domethënë që nga krijimi. Meqense Perëndia i di të gjitha këto gjëra, ai na thotë, mos merr kurrë një rrugë tjetër, por ndiq vetëm rrugën që po të urdhëroj. Zoti nuk po përpiqet të na detyrojë të bindemi. Përkundrazi, ai po na tregon rrugën për hir të bekimeve të së ardhmes son të ndritur. Megjithatë, njerëzit mendojnë, a duhet vërtet të jetojnë në mënyrë strikte sipas fjalës së Zotit? A nuk do të bëhej jeta mbytëse dhe e ngurtë nëse do ta bëja këtë? Kur e lexojnë fjalën e Perëndisë pa e kuptuar kuptimin e saj, ata gabimisht mendojnë se po jetojnë një jetë të shtypur, të kufizuar ose të kufizuar nga bërja e asaj që duan. Që nga fillimi, Zoti ka dëshiruar të na japë jetën më të lumtur. Zoti ka dashur të na japë gjërat më të bukura. Kjo është arsyeja pse Perëndia na udhëheq drejt rrugës së vërtetës së beslidhjes së re.
Prandaj, ne duhet ta ndjekim rrugën me mirësjellje dhe të marrim lavdinë e mbretërisë së përjetshme të qiejve. Çfarë do të ndodhë nëse hymë në një epokë ku ja predikon? Prandaj, mund të themi se tani është koha e ardhur që ne t'i përkushtohemi me zell ungjillit të Perëndisë. Nëse kjo kohë kalon, të gjitha këto role do t'u kalojnë makinave, jo njerëzve. Përpara se të ndodhë kjo, ju inkurajoj të keni besim për të bërë më të mirën tuaj kur të keni një rol dhe një mundësi. Le ta shohim përsëri vargun e 10. Që shpall fundin që në fillim dhe shumë kohë më parë gjërat që ende nuk janë bërë, duke thënë, plani im do të realizohet dhe do të bëj gjithçka më pëlqen. Zoti ka përgatitur gjithçka, të gjitha ngjarjet dhe rrethanat që ndodhin në këtë tokë, në mënyrë që të përmbushë vullnetin e tij. Në të kaluarën, romanet shkruheshin nga njerëzit, por këto ditë, romanet e bazuara në inteligjencën artificiale janë të njohura. Për të gjithë, ja tani po merr përsipër detyrat që bënin njerëzit më parë. Kohët e fundit pati një lajm serioz për një provim ku përgjigjet u shkruan duke përdorur IA. Kur inteligjenca artificiale jep një test, ajo pothuajse merr pikë maksimale. Meqense e gjithë njohuria e kësaj bote përmbahet në të, është e natyrshme që ajo të marrë një rezultat të përsosur. Duke parë se si edhe këto gjëra vazhdojnë të shfaqen si çështje sociale, nuk mund të mos pyesim veten. Si do të jetë e ardhmja për ata që ndjekin vetëm jetën në këtë tokë? Dhe si do të jetë e ardhmja për ata që dëshirojnë qiellin dhe kërkojnë mbretërinë e qiejve? Nuk jam këtu sot si instruktori IA, por ky është realiteti i kohës sonë. Dituria po vërshon. Kjo ndodh sepse të gjitha njohuritë që ka grumbulluar njerëzimi tani ruhen në kompjuter dhe mund të aksesohen përmes inteligjencës artificiale. Në të kaluarën, njohuritë përçoheshin nëpërmjet mësuesve, profesorëve dhe studiuesve. Megjithatë, kjo nuk është më rasti. Në fakt, kur profesorët japin leksione tani, studentët thjesht e aktivizojnë IA, e kontrollojnë menjëherë dhe thonë: "Profesor, data është pak e gabuar" ose "Ky është një person tjetër". Kështu, disa profesor thonë: "Është e vështirë të vazhdosh të jesh profesor për shkak të kësaj". Që në fillim, Perëndia parashikoi se njerëzimi do të jetonte në këtë epokë. Prandaj, erdhi në tokë për herë të dytë në epokën e frymës së shenjtë. Ati qiellor dhe nëna qiellore i dhanë njerëzimit mundësinë të grumbullojë më shumë shpërblime qiellore, në vend të lakmisë, njohurisë dhe mburjes së kësaj bote, apo jo? Prandaj, Perëndia ja dërgoi librin e zbulesës, kapitullin e 22, gjithë njerëzimit për të ardhmen tonë të ndritur. Kapitulli i 22, vargu i 17. Dhe fryma dhe nusja thonë: "Eja." Dhe ai që dëgjon le të thotë: "Eja." Dhe ai që ka etje, le të vijë, dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Për të ardhmen tonë të ndritur, Perëndia ka ardhur në këtë tokë si fryma dhe nusja. Zoti ftoi njerëzimin të vijë te fryma dhe nusja, duke thënë: "Nëse keni etje, jeni të lodhur, të raskapitur nga jeta, doni të vërtetën, kushto qofshi, e jani tek unë." E ardhmja e kësaj toke do të zbuloj kufijtë e saj një ditë. Por, e ardhmja e mbretërisë së qiejve nuk është një fushë që ja mund ta pushtojë. Me siguri do të vijë epoka kur vetëm ata që shpresojnë për mbretërinë e qiejve dhe përgatiten për të, do të mbijetojnë. Le të hedhim një vështrim në librin e 2 të Korintasve, kapitullin e 3, vargun e 6.
Kapitulli i 3, vargu i 6. I cili na bëri. Si na ka bërë ai. Të aftë të jemi shërbëtor të beslidhjes së re, jo të shkronjës, por të frymës, sepse shkronja vret, por fryma jep jetë. Çfarë lloj të ardhmeje dëshiron Perëndia t'i hap njerëzimit nëpërmjet beslidhjes së re? Nuk do të ketë më vdekje, as vajtim, as pikëllim, as britma, as dhimbje, por vetëm gëzim të përjetshëm. Perëndia na e bën të njohur beslidhjen së re në mënyrë që të na jap një botë ku do të shpaloset vetëm lavdia e përjetshme dhe e pafundme. Megjithatë, njerëzit e botës e konsiderojnë të ngrënit dhe çështje të tjera më urgjente, kështu që nuk i kushtojnë shumë kohë kësaj. Për hir të së ardhmes son të vërtet, nëse po japim vetëm një pjesë të vogël dhe të pamjaftueshme të vetes son. Duke ja kushtuar 99% të jetës son çështjeve të kësaj bote dhe vetëm rreth 1% të kohës së mbetur asaj që ka vërtet rëndësi. Atëherë besoj se ky është momenti kur duhet të rishqyrtojmë dhe të reflektojmë mbi vlerat tona në lidhje me të ardhmen. Pse na bëri Perëndia punëtor të beslidhjes së re? Ekziston vullneti i madh i Perëndisë për të na udhëhequr drejt një bote ku nuk do të ketë më vdekje nëpërmjet beslidhjes së re. Për të na dhënë një botë ku nuk ka më dhimbje dhe ku të gjitha vuajtjet, ankthi, pikëllimi dhe pikëllimi që përjetuam në këtë tokë mund të zhduken plotësisht. Zoti na kujton, bëhuni punëtor të beslidhjes së re dhe shpallni të vërtetën e beslidhjes së re të gjithë njerëzve. Le të shohim librin e Zbulesës, kapitullin e 21, vargun e 4. Le të shohim vargun e 4. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Dhe ai që rrinte mbi fron tha, ja, unë. Çfarë po bën ai? I bëj të gjitha gjërat të reja. Dhe më tha, çfarë tha ai? Shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike. Zoti na ka udhëzuar të hyjmë në të vërtetën e beslidhjes së re në mënyrë që të hapim botën e hirit ku nuk ka më vdekje, vajtim, britma apo dhimbje. A nuk po e thërasin fryma dhe nusja njerëzimin duke thënë, e jani tek unë? Me qenë se jemi kaq të zënë, na mungon koha e lirë dhe me qenë se na mungon koha e lirë, shpesh ndjejmë se nuk kemi kohë ose mundësi për të menduar shpirtërisht. Megjithatë, a nuk jetojmë sot me shpresën dhe pritjen se e nesërmja do të jetë më e mirë se sot? Pastaj, mund të pyesim veten, si do të jem në të ardhmen, ose si do të jetë jeta ime në të ardhmen? Kur bëhet fjalë për çështjen e së ardhmes, duhet ta shqyrtojmë edhe një herë rrugën e besimit që po ecim. Ata që ecin me sytë e ngulur në të ardhmen e kësaj toke do të hasin kufizime dhe do të gjenden të bllokuar në kohë. Edhe nëse mjedisi në këtë tokë bëhet shumë më i mirë, ai nuk mund të jetë i yni përgjithmonë. Edhe pse e ardhmja jonë në këtë botë mbaron me largimin ton pas 70 ose 80 vjetësh, çfarë mund të themi për të ardhmen tonë në mbretërinë e qiejve? Është një ardhme e përjetshme. Është një botë ku nuk ka vdekje apo zi, një botë ku ka gjithmonë gëzim dhe paqe, një botë ku krijohen gjëra të reja çdo ditë dhe një botë ku nuk ka as dhimbje as pikëllim. Vetë Perëndia erdhi në këtë tokë për të zbuluar të vërtetën e beslidhjes së re, në mënyrë që të na dhuronte një botë kaq të çmuar. Megjithatë, ne themi, e kam dëgjuar nga pastori, e kam kontrolluar në YouTube dhe kam mësuar rreth saj gjatë studimit të Biblës. Kështu, jam plot me njohuri. Nuk duhet të mendojmë kështu. Për të parandaluar Satanin që ta merrte këtë të vërtet, ati dhe nëna jon e fshehen atë brenda shëmbulltyrave, profecive dhe historisë, duke e mbështjell atë në shumë shtresa.
në mënyrë që kuptimi i saj i vërtet të fshihej plotësisht nga të gjithë përveç fëmijëve të qiellit. Prandaj dishepujt i thanë Jezusit, do të ishte më e lehtë nëse do të thoshe thjesht qartë se A është A dhe B është B. Në vend të kësaj, ti vazhdon të flasësh në rreth, duke i bërë njerëzit të pyesin veten, a është kjo ajo? Apo është kjo? Ata pyetën, pse flet me shëmbulltyra që njerëzit s'kuptojnë? Ai u përgjigj, sepse juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshehtat e mbretërisë së qiejve, ndërsa atyre nuk u është dhënë. Na janë dhënë privilegje e favore kaq të veçanta, dhe hiri i Perëndis është në veprim. Nuk duhet ta marrim si të mirëqen, të mos falenderojmë e thjesht të shkojmë në kishë pa besim. Lutem sinqerisht që ky vit i ri të bëhet një vit në të cilin ne ja kushtojmë zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën tonë dashurisë për Perëndin, dashurisë për fëmijët tanë, dashurisë për vëllezërit dhe motrat tona dhe dashurisë për ungjillin dhe që nëpërmjet kësaj të mund të ecim përpara drejt një të ardhmeje të ri për të rirë. Le të kalojmë te kapitulli i 22. Edhe pse Perëndia ka projektuar dhe përgatitur kaq shumë gjëra të mrekullueshme për ne, ndonjëherë disa njerëz nuk kanë besim në këto gjëra dhe vazhdojnë të shohin vetëm rrethanat e tyre të tanishme. Është vërtet zhgënjyese të shohësh njerëz të tillë. Kapitulli i 22, vargu i parë. Dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, tek thjellët si kristali, që dilte nga froni i Perëndis dhe i qengjit. Në mes të sheshit të qytetit, këtej andej lumit, ishte druri i jetës që jep 12 fruta, dhe që nxjerr çdo muaj një frut, dhe gjethet e drurit janë përshërim të kombeve. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndis dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do të shohin fytyrën e tij, dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. Dhe atje natë nuk do të ketë, edhe nuk kanë nevojë për llambë, as për drit dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon, dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve. E tillë është e ardhmja jonë, të gjithë. Meqense është shkruar në Bibël, nuk duhet ta konsiderojmë thjesht si një regjistrim. Kjo është një profeci për ne. Si protagonist të kësaj profecie, apo jetojmë vërtet sot në përputhje me profecinë e Zotit? A nuk duhet ta mendojmë për një çast këtë çështje? Zoti është munduar, ka punuar me zell dhe i ka kushtuar vëmendjen e tij të plotë për të përgatitur këtë të ardhme të ndritur për ne. Megjithatë, çfarë ndodh nëse fëmijët e tij po e humbasin kohën e tyre me gjëra të gabuara dhe po lejojnë që zemrat e tyre të konsumohen nga ajo që përfundimisht do të zhduket? Unë besoj se nuk duhet të jetë kurrë kështu. Kjo është arsyeja pse apostulli Paul la një mesazh të rëndësishëm në librin e 2 të Korintasve, kapitullin e 4. Le të kalojmë te libri i 2 i Korintasve, kapitulli i 4. Kapitulli i 4, vargu i 16. Prandaj nuk na lëshon zemra, por, edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatërim, ai i brendshëm për të rihet nga dita në ditë. Sepse trishtimi ynë i lehtë, tribulacionet e vogla, që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pamas e të pashoqe të amshueshme lavdije. Ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj ku i drejtojmë syt tanë, gjërave që nuk shihen. Çfarë do të thotë ajo që nuk shihet? A nuk tregon ajo gjërat që i përkasin mbretërisë së qiejve? Sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë. Si është ajo që nuk shihet? Të përjetshme. Nëse e dim të ardhmen që Perëndia ka përgatitur për ne dhe jetojmë sot me këtë kuptim, atëherë pavarësisht sa e vështirë dhe e lodhshme mund të jetë jeta jonë, ajo nuk do të na duket as pak e rëndë. Ekziston një botë lavdije që do ta trashëgojmë dhe premtime të lavdishme të përgatitura për ne. Nuk duhet t'i konsiderojmë këto premtime thjesht si fjalë të shkruara të regjistruara në Bibël. E gjithë kjo do të bëhet realitet. Lutem që me atë besim ta mirëprisni me hir vitin e ri që ati dhe nëna kanë përgatitur për ne. Ka shumë rrëfime rreth besimit të regjistruara në librin e Hebrejve, kapitullin e 11.
Le të hedhim një vështrim të libri i Hebrejve, kapitulli 11, vargu i 6. Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij. A nuk është shkruar kështu? Ka një të ardhme për këtë botë, por Perëndia ka planifikuar dhe përgatitur edhe një të ardhme për fëmijët e qiellit. Ne duhet të bëhemi ata që kanë besim të fortë në atë të ardhme. Shenjtorët e kishës së hershme duruan persekutime të ashpra. Ndonjëherë ata u dhan ushqim luanëve në amfiteatrot romake dhe herë të tjera u vranë duke u djegur si pishtar njerëzor. Megjithatë, ata nuk u penduan për jetën që jetuan. Cila ishte arsyeja? A nuk ishte për shkak të së ardhmes që Perëndia u kishte premtuar atyre? Ishte sepse ata kishin besim. Ata që nuk kanë besim në të ardhmen shpesh e gjejnë veten të paftë të jetojnë një jetë të mirëfillt besimi, as nuk janë në gjendje të jetojnë siç duhet në këtë botë. Le ta kënaqim Perëndin në vitin 2026. E ardhmja jonë e vërtet është mbretëria e hirshme dhe e lavdishme e qiejve ku nuk ka më vdekje dhe as më dhimbje. Siç është shkruar në librin e parë të Korintasve, kapitullin e 2, le të jetë kjo një kohë besimi në të cilën ne përparojmë me guxim, duke menduar për lavdinë e Perëndisë Elohim, i cili ka përgatitur një të ardhme të përjetshme në botën transcendente ku asnjë sy nuk ka parë, asnjë vesh nuk ka dëgjuar dhe asnjë mendje nuk e ka konceptuar. Ndërsa besimi ynë në të ardhmen dobësohet, aftësia jonë për të vepruar zvogëlohet. Çfarë ndodh nëse besimi i dikujt në të ardhmen është po aq i fortë sa ai i Josueut? Çfarë do të thoshin ata për fortesën në dukje të pathyeshme të Jerikos? Ata do të kishin besimin për të thënë, ata janë buka jonë. Josue u besonte në të ardhmen fitimtare që Perëndia u kishte përgatitur. Meqense të tjerët nuk besonin në të ardhmen premtuar nga Perëndia, ata thanë, janë shumë të mëdhenj. Ne jemi si karkaleca dhe ata si gjigantë. Këto ishin fjalët e thëna nga ata që nuk kishin besim në të ardhmen përgatitur nga Perëndia. Meqense besimi i tyre ishte i denjë për të hyrë në tokën Kanaan, të gjithë u shkatëruan dhe ranë në shkretëtirë në fund. Duke treguar situatën e tyre si shembull, çfarë na mëson libri i parë i Korintasve, kapitulli 10, na mëson të mos bëhemi si ata. Mos u sillni si ata, duke mos pasur besim në të ardhmen që Perëndia ka përgatitur për ju. A nuk është kjo arsyeja pse të gjitha këto gjëra u shkruan në Bibël për ne? Cila do të jetë e ardhmja e atyre që jetojnë në këtë tokë? Atëherë, cila është e ardhmja që kërkojmë? Çfarë lloji ardhmeje na pret? Josue e Kalebi kishin besim të fortë në të ardhmen e tyre. Ja pse vetëm të dy qëndruan të vendosur para të tjerëve dhe thanë, ata janë buka jonë. Zoti është me ne. Mbrojtja e tyre mbaroi. A nuk ishte besimi i tyre i palëkundur që i lejoi të flisnin kaq qetësisht e me siguri? Anëtar të dashur të familjes Sonsion, ju lutem me ngulm që në vitin 2026, të gjithë ne si familje qiellore të mund të ecim përpara me besim në të ardhmen që Perëndia ka përgatitur për ne dhe në mjedisin që ai ka krijuar për hirin ton. Duke shpresuar që keni marrë shumë hir, do të doja ta përfundoja predikimin e sotëm. Faleminderit shumë.